Murrizje ka pas snajperkën, pa asnjë fishek. Dhe Shkelzeni tha pas keni snajperkë shumë bukur, ky tha e bukur po pa fishek. Ka shti dorën në xhep, Shkelzeni e ka dhënë vetëm 2. 5 i kish pas krejt. Hina Beja, karakteristike e tina, për mu, gjenia i luftës o konë ai, kur hinë mrena në odë, qizmë të madhë dhe 2 kese i kish pas shti në kam, i kish lidhë, për mësmi datë qizmët. Këna më rinë shtab të Ngllagjan aty, të Ramushi, aty kom fillu me e pa në regull, të ushtërijës, ushtar, jo shumë, koptohet. Aty e kom taku Shkelzenin, e kom njoftu, një sen që më kamet në kokë, Murrizje ka pas snajperkën, pa asnjë fishek. Dhe Shkelzeni tha e pas keni snajperkë shumë bukur, ky tha e bukur po pa fishek. Ka shti dorën në xhep, Shkelzeni e ka dhënë vetëm 2. 5 i kish pas krejt. Se fishek të snajperkës janë më të veçantë, nuk janë si të kallashit, janë tjetër format, tjetër mallësi, kanë tjetër kalibër. Dhe ja ka dhënë 2. Për mu ka qenë, më thoni, një gjest, po vlerë e madhe, kur ja ka dhënë 2. Edhe aty e kom njoftu domethënë Shkelzenin, Ramushin, Dautin e kom pa, që atëherë nuk e kom ditë kush janë, po ma vonë kuptohet ajo. Prej atyt kena kalun, Jabllanis një javë kena pushue, të Daja, të Maxhupi që i thëshmi, edhe të Lahia atje, aty na ka prit shumë mirë. Prej atyt, në Drenov Zatriqit, në Shpit Selim Krasniqit, kena nejtën 2-3 net, dhe përfundimisht kena mrinë në Bri, ku ka qenë Femila Drovci. Për mu, a e kom kuptu që aty ndoshta do tjetë ai farveni ku kena më, për mu, me folë drejt, nuk ish me rëndësi ku. Për mu me rëndësi që unë e hina në Kosovë. Se nuk isha në fandjenje të veçantë për një rajon, apo për një vend, për mu me rëndësi që jam më tash pjesë. Dhe aty fillu mu njoftu, kuptohet aty. Atëhere në atë kohë, të gjithë përdorshin Novka, për shkak të sigurisë, e kësi gjana, kështu që për pyet Murrizin, atëherë sish Murrizi, është Besimala, po nuk o përmenë që në emnat dhe i ka i tjetë aty, Femia, komandon të pyet Murrizin, unë ta jam, e folë ta drejt, unë jam i zemrës Drenicës. Edhe ai po kesh, Femia që shukon, mos të ishte dhe mdaja njëri madhë. Po kesh, banë më ma spjegu, ko është zemra Drenicës, se unë ty bes jam i Drenicës, unë nuk e di une. Si qëre, është një farë veni, ko rritën veç Murrizoja, qështu, a i veni, Murrizoja, ka mirë, ty më thirë Murriz. Edhe a i kundërshtoj në atë moment, jo, nuk banë, edhe unë të kesh, shok, jam ja pash hajrin, vish për një arsye. Pse, se kundërshtove, nuk ka qështu në gjitën masleti. Dhe tani mu këthy mu më pyti, mu para se mu më pyti, në qatë ko, në ndërko Hinja Beja, mrena. Edhe aty, për herë të pare, e kum pas një për Abejen, edhe në Holland kër jam konë, i vetëmi që kum një vetëm a mu, se kum njofë. Se dhe i ka qenë një konë në Holland Abeja. Hina Beja, karakteristike e tina, për mu, gjenia i luftës o konë ai, kur hinë mrena në odë, qizmë të madhë, dhe 2 kese i kish pas shti në kam, i kish lidhë, për mësmi datë qizmët. Veprimi tina, e kuptova, e dita për shka, me njerë, e krejta dhe shumë veprimi meqëm, ju të regu këtë rejti që na jena në luft, s'kena komi datë këpucat, po s'kena nevoj edhe me prish të pijen apo shpijen. Hini u na në derë dhe në këshirë krejtve, se aty na u takum edhe me disa, me bekem shyti, u takum një Jabllanic, aty e kum njoftu, kem vazhdu, kem me të shokë shumë, dhe një 20, as disot një Jabllanic që i kishin pasar pak para neve ata, një 2-3 javë para neve, besa me Femije, as di me kokani ata. Dhe ishmi në tash një 20 na, të uniformum krejt mirë dhe Hinja Beja unë atë dira dhe po na këshirë dhe po bësesh, kër na po krejt uniforma, i pëlqeja. Dhe fillojmë ju folë gjithë dhe ka një fjallë rënë dhe erë të unë, se datë bisedin që kemë na me Femije, dhe folë, më rinit të unë, që për mu më boni përshtypje shumë, pas gati dorën dhe më këshirë të sy. Ti tha, si i kësa jonë e heqë kësajtë, tha, po më kalëzën ka vjenti, shka jeti, ka vjenti. A dhe tash, me kalëzu, mos me kalëzu, a më këftën e shpytja, me demek sekret sen, po tash,
Thash, ti mire ki, thash, unë jam, po të kalzoj, thash, drejt, thash, unë jam i Shkupit. Këtë familjen Shkup e kam. Familjarët ngusht, thash, se kam të ngusht, që të ndrenis, thash, jo, si e kam dojt, nga për Prishtinë e këtë, po, thash, i Shkupit jam, për mu, thash, funit me ta marrin krejt vesh, se s'ka lidhje në luftjena. Edhe ull, tani feja ndërini prap, ti Shkupit, thash po, tha qërë, tha, kena një farë komandant Kumanovën ka, edhe në e thilmi Kumanov, tha ty Shkup kena më tirë. Thash, qysh dëni jo? Edhe kështu që met, ajo, se ki pytja, të më thonë, ka, Novka. Qërë, Novkat kanë qenë ato të fillimit parat për shkak të sekretit, krejt. Dhe si kode tani janë përdorë në plot raste, në plot vene, që me thonë, mas luftës janë këtë shkuptu pak, po pak rëndësi ka ajo, me rëndësi që kena fitu.